në Benelux, zotri Bahtir Kastrati. Vushtria, Viciana Antike, qyteti pasarzve të Hasan Prishtinës dhe Ahmet Krasniqit është ngritur dhe është bashkuar për rrugovizmin, për Kosovën e bashkuar larg politikës së ndarjes, larg politikës së përçarjes dhe mungesës së rezultateve. Vushtria është bashkuar dhe qytetarët tanë nuk lejojnë askënd të nëpërkëmbë dinitetin dhe krenarinë e tyre. Nuk do të lejojnë që me ligjin e ri për shtetësi, Vuçina Thamkeq të marrë shtetësinë e Kosovës e me atë shtetësi ta gëzoj edhe pensionin e Kosovës. Personalisht në kuvendin e Kosovës do të kundërshtoj këtë ligj dhe bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk do të lejojmë që kriminali të barazohet me qytetarin e ndershëm të Republikës tonë. Të dashur qytetarë të Vushtrisë, programi i Lidhjes Demokratike të Kosovës për Vushtrin ka ndër të tjera këto prioritete themelore: ngrohtorin e qytetit të Vushtrisë, një kampus të ri për shkollat e mesme në mënyrë që nxënësit tonë të kenë mundësi dhe kushte të jashtëzakonshme të mësimit, një fond të veçantë për mbështetjen e gruas në Vushtri dhe kompenzimi i 2.8 milion eurove të dëmeve nga vërshimet që u shkaktuan bujqve të Vushtrisë në vitin 2023. Sot, unë dhe çdo qytetar i Vushtrisë kemi një pyetje për kryeministrin në ikje, i cili vjen në Vushtrin kohë fushate dhe premton realizimin e një obligimi që nuk e përmbushit që nga viti 2023 për bujqit dhe fermerët të Vushtrisë, ku ishe deri tash dhe nuk i kompenzove bujqit dhe fermerët për këto vërshime. A u dash të vijë zgjedhjet e vitit 2026 që t'ju premtosh bujqve të Vushtrisë se do t'i kompenzosh për dëmet e 2023-s në 2027. Pse qytetarët duhet besojnë përsëri për një premtim që nuk e realizove për 3 vite. Të dashur qytetarë të Vushtrisë, ju e dini që për mua fjala e dhënë është premtim i mbajtur. Unë ju ftoj që të votoni Lidhjen Demokratike të Kosovës me numrin 113, që bashkë juftoj që të votoni LDK numrin 113, që bashkë të ndryshojnë politikën e përçarjes dhe ndarjes dhe Vushtrisë, të sjellin projekte që përmirësojnë jetën e qytetarëve të Vushtrisë. Më lejani që në duart trokitje tuaja të ftoj kryeministrin e ardhshëm të Republikës Kosovës, kryetarin e LDK-s, Dr. Lemir Abdigjiku. Ju falenderit gjaf, falenderit për këtë organizim e për këtë të bëjmë madhështor Vushtrin tonë. Një dorë trokitje të madhe për Vjosa Osmani Sadriun, një mes e ardhje. Është vërtet nder, kënaqësia e madhe të jemi sot Vushtrim, këta kemi të bëjmë madhështor, po nisim një ditë të mbarë sot, e nisim në Obiliq të një gjaf, erdhëm Vushtrit të gjafa tjetër. Do të vazhdojmë lapin e Lidhjes Demokratike të Kosovës e do ta përmbyllim sonte fushatën me takimin e Degës Tret Degën që e mban emrin e Ibrahim Rogovës. Besoj që kështu po e keni parë se se ende pyesin
se populli i Kosovës ende thret emrin e Ibrahim Rugullit. Si nuk arrin të kuptojnë se ne po ndjekim një filozofi, një bindje politike që ka vu themelet më të forta, më të qëndrueshme të Republikës Kosovës. Një filozofi politike që sot na shpërfaqet më së miri me një qëndrim zyrtar të aleatit më të madh të Republikës Kosovës, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për një paralajmërim. Për një paralajmërim të madh se Kosova duhet zgjedh qartë rrugën e vet strategjike përpara, atë shëron të jetë në krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo me kundërshtarët tanë historik. Populli i Kosovës e ka këtë rrugë gjatë me Amerikë dhe me Amerikë. Prandaj dhe me Vjosën me Amerikë. Prandaj më lejoni që zotohem ashtu si që bëm në Obiliq, edhe këtu në Voshtri, edhe në secilin qytet. Faleminderit shumë. Të zotohem si që u zotuam në Obiliq dhe këtu në Voshtri, se po LDK-ja do ta implementoj me njëherë pas një vënez projektin e madh të gazifikimit Kosovës dhe atë me gaz amerikan. Gaz amerikan që do të vi e kaloj dhe në vertikalën edhe në Voshtri, pra po nis në Han të Elezit, vazhdon në Kaçanik, vazhdon në Ferizaj, vazhdon në Obiliq, vazhdon në Voshtri, e përfundon Mitrovic deri në Shkritore, në mënyrë që gazi amerikan të jetë forcë gjeneruse e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Dhe t'ju them drejtën, mos pritni diçka tjetër për kësaj qeverie që po ik. Jo në lodh. Mandatin e parë e patëm përfundu 1 orë 2 metrëshe në Saradran të Stogut. Këtë dytën e përërun një farvadin Lopsh të Podjevës. Me marë mandatin e tretë Pahiri, e hekin atë dhejën në autostradën Arbër Gjaferi. Kjo është ambisja tyne, ne s'kemi kësi ambisje. Ne kemi ambisje të madhe. Kemi ambisje të madhe zhvillimore për Republikën e Kosovës, i kemi 5 miliard euro investime që do t'i bojmë se cilën ditë në vendin më të pasur që ka pas dhe njëherë Republikën e Kosovës atë dhejën tonë. Nuk e kemi vadën ambisjen, vadën e bëjmë asë që flasim për to. Do t'a bëjmë centralën e ri me gaz, spitalin e ri, mësimin të ditor, rrugët e reja, rrugët e ekzistuese do t'i përfundojnë për 3 vite kohë. Jo si kjo rrugë që ka mbeta që 15 vite pa përfundu. Sepse kemi plan të qartë, kemi projekt të qartë dhe buxheta. E kemi një ekip të shkëlqyeshëm për 110 kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe gjopën e kemi. Po, betë gjitha, e kemi një batëse të listës shkëlqyeshme. Vjos, Voshtri nuk po të lejka me polë. E thonë Vjos Osmani Zadriju për e përgjërëse. Për mbrojtjen e Republikës së Kosovës, se ky qytet historik gjithmonë ka dëshmuar që në kohë më të rënda është kështjella më e fortë e mbrojtjes së Republikës tonë. Nga Hasan Prishtina, ndërbit më të mëdhej të kombit ton, deri te Ahmet Krasniqi, nga Enver Zymberi deri te Afrim Bunjaku, ju, Voshtria i dha Republikës së Kosovës herojnë më të mëdhej, disa prej herojnëve më të mëdhej të këtij kombi, cilët i nderojnë për jetë.
Lejoni ti përshëndes dhe ti falenderoj nga zemra themeluesit e LDK-s, shumë nga njerëzit që po i shoh sot këtu e që na kanë qëndruar pranë, na kanë ndihmuar, na kanë udhëzuar neve që kemi fillu shumë të ri, bashkë me Gjafën e shumë të tjerë, kanë qenë me ne në çdo hap dhe po qëndrojnë si krah i fortë i yni edhe sot. Më lejoni ti përshëndes po ashtu përfaqësues të veteranëve, invalidëve të UÇK-s, të ushtrisë tonë çlirimtare, familje të dëshmorëve, ju që i ndërtuat themelet e këtij vendi. Në këtë qytet ku edhe kam kaluar shumë kohë kur kam qenë fëmijë, historia flet në secilin gur të kalas. Tradita e punës së qytetarëve të ushtrisë është trashëguar brez pas brezi, e ne sot vim këtu me një mesazh të qartë. Kosova e ardhshme ndërtohet në themelet e qyteteve si Vushtria, ndërtohet në themelet e këtij qyteti që nuk u dorëzua kurrë. Por ta themi shumë sinqert, sot përderisa flasim shumë familje në Vushtri, përballen me sfidën e mbijetesës, përballen me sfidën e migrimit, largimit nga vendi ynë. Shumë të rinj e të reja nga ky qytet i jashtëzakonshëm ende ndjejnë se ëndra e tyre duhet të kërkohet jashtë vendit e jo këtu në Kosovë. Prandaj kjo duhet të ndryshojë. E për ta ndryshuar na duhet ndihma juaj. Na duhet ndihma e secilit prind, secilës nane, secilit babi i cili e dëshiron fëmijën këtu në Kosovë, pranë familjes, por me të ardhme të ndritur. Na duhet ndihma e të gjithë të rinjve, të cilët janë lodhur me premtime boshe e kërkojnë investime. Projekte të mëdha me ambicje të mëdha, të cilat ne kemi krenarin të na udhëheq një kandidat i jashtëzakonshëm për kryeministër, Lumir Abdigjiku, cilin ju ftoj gjithëve ta përkrahni. Ne vërdet duam një ekonomi e cila është ambicioze, krijon vende pune që paguhen mirë, ka mbështetje reale për bizneset familjare, ato që e kanë mbajtur gjallë ekonominë e vendit tonë, dhe investime të cilat i japin jetë potencialit të këtij qyteti me kaq shumë histori, por edhe me kaq shumë të ardhme. E në qendër të këtij vizioni janë edhe gratë e Vushtrisë. Ju gratë të cilat kontribuat aq shumë për gjatë historisë, por kur nuk kërkuat lavd për punën, për kontributin dhe për sakrificën tuaj. Nëna, motra e vajza që mbajnë familjet, e shpeshherë mbajnë edhe ekonominë e këtij qyteti pa u parë e pa u vlerësuar sa duhet. Ne besojmë për gratë. Faleminderit shumë. Ne besojmë në një Kosovë ku Vushtria asnjëherë nuk mbetet pas, por ecën në ballë të proceseve, ashtu që ju ka hije, ashtu që keni ecë historikisht. Dhe këtë ne nuk do ta bëjmë vetëm. E bëjmë bashkë me aleatin ton strategjik, bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse as zhvillimi, as ekonomia e as siguria nuk ndërtohen vetëm. Edhe shtetet shumë fish më të mëdha se Kosova kërkojnë aleat, kërkojnë miq, kërkojnë partner që do ju qëndrojnë në krah në momentet më të vështira. Dhe ashtu siç e thash edhe në Mitrovic para disa ditëve, nuk ka forcë më të madhe se sa ti kesh afër miqt atëherë kur të sulmojnë armiqt. Kjo është forca më e madhe e cili do shtet. E ky qytet i ka dhënë Kosovës, siç e thash, edhe bijat e veta më të mira. Pikrisht këtu ku ndërtua Akademia Policore në Vushtri, me ndihmën dhe leadershipin amerikan, pikrisht këtu trajnuan polic e police, disa prej cilve edhe dhan jetën duke i mbrojtur kufit e Kosovës e shumë të tjerë, sot e mbrojnë kufirin Kosovë-Serbi,
edhe në veri, edhe në lindje gati 400 kilometra kufi mes shtetit ton dhe kojshisë së keq. E ruan polici i Kosovës bashkë me ushtarakun Amerikan. Faleminderit shumë. Prandaj të dashur qytetarë të Vushtrisë, ju që keni ditur ta udhëhiqni Kosovën në kohë shumë të rënda, ju që keni dhënë gjithçka për këtë vend në ditët më të errta të historisë sonë, ju që ditët të ringriteni pas lufte përkundër faktit që trashëguat një qytet të djegur gati se në tërësi, ju që edhe sot qëndroni përkundër problemeve, sfidave të mëdha me të cilat mirreni. Ju bashkohuni dhe na prini në ndryshimin e madh për cilin ka nevojë ky popull. E këtë ndryshim ne nuk mund ta bëjmë pa ju, nuk mund ta bëjmë pa Vushtrin. E këtë ndryshim do ta bëjmë Këtë ndryshim do ta bëjmë me partner strategjik, por do ta bëjmë edhe me një ekip të jashtëzakonshme më të mirë ndonjëherë, që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka si pjesë të listës së vet. E ne kemi nderin që në këtë listë ta kemi edhe Xhafer Tahirin, njeriu i cili udhëheqi Vushtrin dhe e morri Në fakt, unë kur po i dëgjoj të mburren me shtesat të cilat ne do t'i garantojmë me legj dhe nuk do t'i largojmë, por do t'i rrisim, mua në fakt po më kujtohet që njeriu i parë në Kosovë që si kryetar komune ka dhënë shtesa ka qenë pikërisht Xhafer Tahiri. E kur po i shoh sa shumë fshatra e qytete akoma heqin nga mungesa e ujit të pijës, më kujtohet se si gjafa shumë prej fshatrave të Vushtrisë për herë të parë u solli pikërisht ujin e pijës, e teksa vinim këtu në shtëpi të kulturës, më kujtua kur e patëm përëru së bashku pikërisht këtë shtëpi të kulturës, e shumë projekte të cilat kanë qenë shembull i qeverisjes së drejtë, i qeverisjes ku puna, zhvillimi dhe mundësinë për qytetarët tonë janë udhërrëfyes. Dhe tani na duhet që punën e ndershme, zhvillimin, investimet dhe aleancat të sjellim në ballë të Republikës sonë, duke votuar numrin 113 dhe duke e votuar Lidhjen Demokratike të Kosovës, partinë që i vendosi themelit e këtij shteti dhe partinë që do t'i mbrojë këto me ngulm e me çdo çmim. Prandaj të dashur qytetarë të Vushtrisë, ju ftoj që me votën tuaj të sigurojmë që Vushtria të marrë sepse meriton shumë më shumë se sa thjesht kujtesë historike. Vushtria meriton të ardhme më të gjallë, më të zhvilluar, të ardhme ku investimet dhe lajmet e mira janë të përditshme, e të ardhme ku aleanca strategjike me Amerikën është boshti themelor i politikës sonë të jashtme. Dhe ju e dini që është veç një alternativë që ja siguron këtë popullit të Kosovës, dhe ajo është kush tjetër, pos Lidhja Demokratike e Kosovës. Ju ftoj të na mbështetni në datën 7 qershor dhe tani e ftoj kryetarin e LDK-s që t'i ftojmë së bashku kandidatët e degës, Zoti e bekoft Vushtrin, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Në qytetin e Vushtrisë